A është e vërtet se haku është e pakica, për shkak se disa gulat po argumentojnë me ajetin shumica prej jush beson duke i shoqëruar, duke i bën Allahu shok apo. Nuk është vërtet. Që haku gjithnjë është me pakicë. Për ata ka me të viçur musliman elhamdulillah në hak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Islami ka fillu me pakicë. I vetmuar. Do të rikthehet me pakicë. Unë po pyes, në kohën e Isait alayhis salam. Isa alayhis salam 7 vite mirësi, vdesin jo musliman. Tash, a janë pakicë apo shumicë musliman? Shumicë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumicë, ka qenë shumicë. Pra nuk ka është kriter që me qenë gjithnjë të mundohu më kon pakicë. Se pejgamberi Allahut ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim yedullahi ma'al jama'. Dora Allahut është me shumicën. Nuk është me njëone. Mirë po. Nëse shumica e upin rrugë, ti e pakicë, ka thonë këtë rast ti e xhamon, ti e shumicë. Pse? Por çka se e më në rrugën e shumicës që ka qenë kohën e pejgamberit Allahut. E nuk është kriter kjo, as nuk ka argument se shumica nëse bon shumë na vin xhami, kena dal në batel. Sa ishmi pak, sa mirë ishmi. Apo? Kjo nuk është ka argument, për shkak se dexhalli është vetë amo dexhall. Për këtë arsye nuk do me thonë që pse pje pakic jenë hak. Po bile kur jenë ndoshta pakic biri vetës mazë sa puna në rregull diçka. E pejgamberi Allahut ka garantu që ummeti nuk bën dalalet kur të pajtohen shumica me një mesele. E s'ka thonë se nëse njoni thot, atëre kur ai nuk gabon. Përkundrazi, e çellon dhe gabon.